parlamentare, ku formalisht ligjet ndryshohen në kuvendin e Shqipërisë. Dhe sigurisht është e rëndësishme të theksohet fakti që këto ligje ku shkojnë dhe propozohen vinë nëpërmjet Këshillit Ministrave, por nga ana tjetër është pikërisht Kuvendi i Shqipërisë, organi më i lartë vendimarrës dhe ligjvënës, i cili përcakton pastaj ose jep fjalën e fundit nëpërmjet forcës së kartonit. Pra unë besoj që kjo ndërthurje midis protestës tek kryeministria në shenjë të arrogancës dhe keqeverisjes dhe tek parlamenti ku është tempulli i marrjes së vendimit dhe i ligjvënies, besoj që duhet të ishte ndodhur edhe pak kohë më parë, po sigurisht ne kemi kuptuar që kemi të bëjmë me një protestë jo mirëfillta si të organizuar, është në shumë raste ajo ka spontanitetin e vet, dhe gjithsesi është për të përshëndetur ose për të përgëzuar kjo ndërthurje e re e Pra janë të protestë. pritshme edhe këto situata, po i quaj, madje ne po e diskutonim edhe më herët, zoti Olli, edhe me gazetarët të cilët gjenden gjithashtu në terren për të raportuar mbi zhvillimet më të fundit që lidhen pikërisht me protestën, që duket në fakt se pa diskutim, duke marrë parasysh faktin që protesta nuk e ka një udhëheqës zyrtar, po e quaj, situata mund të precipitohet nga momenti në moment, apo jo?